Dasma shqiptare 2017 paraqet. Jam një burr 52 vjeç. Gjithmonë kam jetuar në këtë fshat. Kam një shtëpi të vjetër prej Çerpiqi, nga ato të thjeshtat fare, me një obor të madh përpara. Zgjohem pa dal dielli mirë, pi kafen tek pragu i derës, marr shaten dhe merrem me tokën. Por para ca kohesh, muhabeti i fshatit ton ndryshoi. Fiks, ngjitur me baçën time, erdhi dhe bleu një tokë, një çift nga qyteti. Ishin njerëz në moshë, siç duket, në pension, dhe kishin vendosur të iknin nga betoni i qytetit për të gjetur pak ajër të pastër. Ata ngritën një vilë të madhe me 2 kate, me ca avlli të larta dhe me të gjitha të mirat. E ne si fshatar jemi njerëz mikprites. Kur u vendosen aty, dola t'u flas e t'u uroj shtëpinë e re. Burri ishte i qetë, rrinte lexonte ndonjë gazetë tek balkoni i tij dhe lexonte libra, e nuk përzihej shumë. Por e shoqja ishte tjetër lloj. Ajo ishte 63 vjeçe, po të them të drejten, syri nuk ja jepte aq vite. Ishte mbajtur shumë, vishe i bukur, i mbante flokët të kapura dhe lëvizte nëpër oborrin e saj, si të ishte vajzë e re. E kishte syrin të mprehtë, tamam me maj, siç themin e këndej, duke qenë se kishim shtëpi ngjitur dhe ndaheshim vetëm nga një gardh me tela, unë e vija re gjithmonë. Sa herë dilja unë në obor për të punuar diçka, për të prashitur domatet apo për të lidhur hardhinë e rrushit, ajo aty e kishte mendjen. Rrinte tek dritarja saj e madhe në kat të dytë dhe më shikonte pa e prishur trezin. Unë bëja sikur nuk e shihja në fillim. Por burr jam, si mund të mos e kuptosh kur një grua t'i ka ngulur syt e të ruan nga dritarja. E dija që ajo më kishte qef, e që kishte një pëlqim për mua. Kështu nga shikimet nga larg, filluam pak nga pak atë muhabetin e gardhit. Unë dilja pas diteve të vadisja baçën, dilte edhe ajo të ujiste ato lulet e veta anash avllis. Afroheshim aty tek telat dhe ja nisnim nga shakat. O komshi, më thoshte ajo duke qeshur. Sot të pas ka rënë brezi, qenë ke lodhur shumë. Lere atë shat pak se të iku dita, më thoshte ajo. Çfarë të bëj tjetër në fshat me komshije, ja ktheja unë, ashtu me pak lezet. Duhet që të punoj që të bëhet bereqeti, nuk të vjen gjë gati, nuk e di si i keni punet ju në qytet, por këtu, pa të dal djerset, nuk zjerë gjë në dritë. Duhet të dalin djerset, me thoshte ajo, se po nuk dolin djerset, dihet që s'ke bërë asgjë. Ajo bosjeshte me një bosjeshje shumë provokuese, kur mi thoshte këto fjalë. Pastaj ajo vazhdonte prapë të me fliste. Po mirë o komshi, por kur punon kaq shumë gjithë ditën, çfarë fiton? Vjen në darkë, i ke putur, e s'të mbetet takat për asgjë tjetër, më thoshte ajo. Por, pas çdo fjale që nxirrte nga goja, ajo buzëqeshte. Kishte shumë lezet ky muhabet. Ato fjalë me spec që i hidhnim njëri tjetrit, na kishin hequr atë mërzinë e fshatit. Herë të tjera, kur dilte tek dritarja, ma bënte me dorë dhe unë e përshëndesja. E kishim hyrë në një lojë që e dinim vetëm ne të dy. E di se e pëlqenim njëri tjetrin. E dija se donim që të rrinim të dy bashk, por prisnim një moment që të mos binim në sy, e të ishim krejt rehat.
Ajo ditë erdhi fiks këtë javë. Këtë javë që bëri një vap të madhe, nga këto vapat që të zien koka, e unë po pija kafe në mëngjezit dhe pash makinën e burrit e saj që dolin nga porta dhe si duket mori rrugën e qytetit. Me kishte thënë një ditë më parë që do të shkonte poshtë për ca punë dokumentesh dhe do të kthehej vonë darkë. Me qenë se kisha ditë e lirë dhe mendoja se nuk do të kisha njëri në përkëmbë, vendosa të bëja një punë të rëndë. Kisha një tapet të madh, nga ata të trashet, që mbaja në dhomën time. E thash, ta nxjerr e ta laj mirë, sepse kishte zënë mjaft pluhur dhe koha ishte me diell dhe e dija që do të thahej shpejt. E tërhoqa zvar tapetin dhe e shtrova jashtë në balkonin përpara shtëpisime. Mbusha 2 kova me ujë të nxehtë, i hodha një grosht me ilaç pluhur brenda dhe mora furçën e dorës. E ulën e gjonjë mbi pllaka e ja nisa ta fërkoja tapetin fort. I dhash një herë, i dhash 2 herë, po ai tapet ishte shumë i madh dhe mjaft i rënd. E pas një ore punë u bëra ujë. Këmisha që kisha veshur nga djersa mund gjet pas trupi, dhe krahet po me dhimbsnin nga lodhja. E ula në një stol aty afër, të mbushën pak me frym, e i rrethuar isha gjithkund nga shkuma me ujë. As që e kisha vënë re fare që ajo po më shikonte. Kishte dal nga dera shtëpisë së saj, kishte kaluar portën e jashtme dhe po vinte drejt e në oborrin tim. O bobo, thash me vete, ku me gjeti kjo mua në këtë gjendje si isha, me vinte dhe era djers. O komshi, dëgjova zënin e saj. Dhe unë bëra si kur se kisha parë deri atëherë, e ktheva kokën atë ndej nga shkallët e balkonit. Ajo ishte veshur me një fustan vere dhe po më shikonte duke qeshur, dhe pak era leqe frynte ja lëvizte fustanin. Bobo, çfarë taksirati ke gjetur sot? Po ti do të plasësh në këtë diell duke fërkuar atë lloj tapeti, më tha ajo. Po ç'të bëj komshije? Shtëpia ka punë, thash. Duhet edhe pastruar, se nuk rrihet brenda nga pluhuri. Ajo bëri dhe ca hapa dhe unë gjit në balkon. Bollu lodhe, më tha. Lerat fush në tokë. Çohu e merri ato rroba që ke bër ujë, merri dhe ata peshqiret e punës që janë bërë aty me shkum, e t'i fusim tek lavatriçja brenda, se nuk mbahen ashtu. Çdo gjë me dorë nuk bëhet, më tha ajo. Ajo kishte ardhur të më ndihmonte që të pastroja, e ishte një sebeb shumë i gjetur nga ana saj. E unë i mblodha ato rrobat e lagura, hapa deren dhe i thash të futej brenda, e ajo kaloi e para. Shikoja nga pas se si asaj i tundeshin hapat. E shtëpia ime, si që thash dhe me heret, ishte e thjesht, si e një njeriu beqar. E drejtova tek një dhomë e vogël fare në fund të korridorit, aty ku kisha futur një lavatriçe dhe kisha ca rafte, e ishte një hapësirë aq e ngushtë sa mezi ktheheshe. U futëm që të dy aty, sepse e dinim shumë mirë që dera jashtme ishte mbyllur dhe askush në fshat nuk e dinte se ajo ishte brenda në shtëpinë time. Sa po hapa derën e lavatriçes dhe i ngjesh ato rrobat e lagura brenda, unë ngrita në këmbë dhe e pash. Ajo nuk ishte lëvizur nga vendi. Duke me shikuar dhe duke me bërë një zë shumë interesant, filloi të me fliste. Komshi, me trego pak si përdore kjo lavatriçja jote, që të di se si ta lëshoj, po të pata sjell ndonjë rrobë timen për të larë këto, më tha ajo. Mos ki merak, sepse nuk do të sjell rrobat e trasha, vetëm ndonjë gjë të vockël, e unë e dija për çfarë kishte. U ofrova pranë lavatriçes për t'i treguar se si punonte makina. Kjo është shumë e thjeshtë, thash. Këtu te ky Chelsea zgjedh ujin e ngrohtë.
e pastaj e shtyp. S'mela të mbaroja fjalen. Pa thënë asgjë tjetër, ajo vuri të dyja duart mbi lavatriçe, bëri një lëvizje dhe ul fiks sipër saj, duke i lënë këmbët e saj të varura anash. Meqense ishte aty lart, ajo ishte tamam përballë meje. Derisa kumshia zgjati duart me njëherë, me kapi fort nga gryka dhe filloi që të më tërhiqte drejt vetes. Nuk doja ta zgjasja më me fjalë boshe. E u zgjata edhe unë akoma pranë saj. E filluam të putheshim, si nuk di se si t'ju them. Putheshim duke mos u ndalur dhe putheshim duke marrur frymë me vështirësi. Ajo filloi të më lëdhatonte. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, nëse nuk doni abonohuni ose bëjini subscribe.